Çështja Veliaj do të jetë rasti i parë kur gjykata e lartë do zbatoj vendimin e kolegjeve të bashkuara, ku në çdo rast qëndrimi në paraburgim duhet argumentuar për çdo individ. Apo të ligjet kam kryer unë në ushtrimin e mandatit kushtetues. Gjykata kushtetuese me 5 vota pro dhe 3 kundër argumentoi se për kryetarin e Bashkisë së Tiranës nuk ishte sqaruar plotësisht parimi i proporcionalitetit. Në këtë kuptim, shkalla e tretë do të saktësojë se pse ai nuk mund të qëndrojë në një mas tjetër, si në arresht shtëpie apo detyrim paraqitje, dhe duhet domosdoshmërisht mbyllja në qeli. Një tjetër pikë ku Veliaj ka marrë votën pro është kërkesa për të dalë nga kafazi i xhamt gjatë seancave në GKK. Edhe gjykata e lartë do të duhet të plotësojë dosjen. Që shqyrton vetë demokracinë, shëndetin e demokracisë. Nga ana tjetër, masa arrestit të 10 shkurtit të vitit të shkuar është konsideruar e drejtë, e po ashtu dhe marrja provave të reja që Spaki ka paraqitur në gjykatën e apelit janë konsideruar masa të drejta duke rrëzuar pretendimet. Pavarësisht se në 2 pika dosja do të rikthehet në gjykatën e lartë, Veliaj do të qëndrojë në burg ku do të presë argumentat e shkallës së tretë. Dosja Veliaj tashmë ka nisur procesin gjyqësor ku rëndojnë 14 akuza për 4 vepra penale. Në procedim është edhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa si dhe disa biznesmen.